Po, në fakt, organizimi karnevalit ka fillu me fillim vitit dhe janë angazhuar gati mbi 100 persona të kompanisë Frontex dhe duket që ky organizim i filluar shumë herët ka dhënë efekte sepse shihet që është shumë më masovik për nga pjesëmarrja edhe e grupeve që kanë performuar dhe të performojnë, po edhe vetë prania e qytetarëve të cilët duket që ky vend është i vogël për të pranuar gjithë ato që janë të interesuar. Fakt, kjo na obligon që ne me vazhdu edhe në të ardhmen edhe më fuqishëm, sepse e kemi marrë një obligim para qytetarëve që me vazhdu dhe nuk gëzojmë asnjëherë me të shpru këto, kështu që sigurisht që ashtu siç ka ardhur duke u rritur numri i grupeve, por edhe interesimi i qytetarëve, jo vetëm nga Kosova, ju siguroj që këtu ka qytetarë edhe nga shumë qytetet të Shqipërisë e Maqedonisë, po edhe nga diaspora. Mesazhi më i bukur që kish me qenë se çdo fest i afron njerëzit. Domethënë më shumë respekt, më shumë dashuri mes njerëzve, sepse aty ku ka respekt, aty ku ka festë dhe gëzim, nuk ka vend për urrëtie. Është një shvet shumë me rëndësi, por qytetarët e Sarajevës, qytetarët e Kosovës, tradicion thotë ndrohet shqiptare, shperasmi falendru gjithë ata që kanë ardhur në Domosafë. Kemi nga gjithë ato shqiptare, kemi nga Ballkani, kemi nga diaspora. Është një festë që është traditë, çdo vit do të rritet edhe më shumë. Kuptohet, kemi pasurim të mirë, në organizimin jemi bashkë, kuptohet që gjitha financat e kryen kompania, ne merrem me siguri, me emergjenca, me terren, kështu që është një festë që bashkon gjithë shumë rëndësi, është një festë e kulturës të armën që edhe na shqiptarët ti me organizu festa. Jo, mjetet financiare jo, po gjitha organizimet që jemi bashkë, të fillu pe hapësia Republikës, bashkë me policinë, bashkë me emergjencën, kuptohet, me zjarfiksat, me shëndetësinë, jemi bashkë, kuptohet që një javë kanë filluar përgatitjet, mirë po, çdo herë jemi bashkë me kompanitë tona, meritat më të mëdha për zhvillimin e Sarajevës, që kanë bizneset kryejnë me të qenë palushë.